Të nderuar shikues, u rikthyem në pjesën e dytë të emisionit të Pasdites dhe në vijim është radha për personalitetin e parë të ditës së sotme. Meqense e përmendëm pak më herët që sot dita e sotme në fakt njihet si dita e gazetarëve sportiv, ne sot do të flasim për karrierën dhe veprimtarinë e një ndër gazetarët më me përvojë shqiptar në Maqedoninë e Veriut në sferën e sportit, për të folur për karrierën e tij, për të arriturat, sfidat, për komentimet e ndeshjeve të ndryshme, të sporteve të ndryshme në vendin tonë. Është nder dhe kënaqësi që të na nderojë në studion ton gazetari Shaban Sinani. Përshëndetje zoti Sinani, mirë se erdhët. Përshëndetje dhe ju falenderoj juve dhe televizionin Koha që e shënoni këtë ditë botërore për gazetarët e sportit. Faleminderit shumë dhe ju përgëzojmë për punën tuaj, për energjinë tuaj që e keni për t'u marrë me këtë drejtim. Po, shif, si çdo punë, edhe gazetaria sportive ka atë drejtimin e vet. Domethënë, duhet të punosh gjithmonë, të jesh në vendet ku duhet të jesh, pra në ngjarjet sportive, dhe nëse përcjellish me përkushtim, atëherë do të kesh sukses. Nëse nuk e përcjellish me përkushtim, atëherë është humbje kohe. Domethënë, mund të jetë ky çelësi i suksesit të një gazetari sportiv, përkushtimi? Po çelësi i suksesit normalisht se është përkushtimi. Përkrahja në vendin se ku punon, por edhe interesimi i atij mediumi për këtë lëmi të ngjarjeve, pra të ngjarjeve sportive. Se nëse televizioni Koha nuk është interesuar për sportin, atëherë kush e di se gazetarit dëshiron për një gjë të tillë, atëherë nuk do të ketë sukses. Por, me që mediumi është shumë interesuar, atëherë edhe gazetari ka për detyrë që t'i përkushtohet asaj veprimtarie dhe të ndjek, të mundohet të ndjek së paku të gjitha ngjarjet që ndodhin këtu në rajon. Të flasim për, le të themi, hapat e parë të juaja në këtë drejtim. Ka ndryshuar gazetaria sportive prej në fillimet e juaja deri më sot? Gazetaria sportive ka ndryshuar shumë bile. Ka gjëra më pozitive, ka gjëra edhe shumë negative. Pse në kohën kur kemi filluar ne së paku atëherë nuk kishim as kompjutera, as internet, as kur që punonim me maqinë, me shkrojmë, po. Me dorë punojshim, po. Mirë po ja arrinim. Unë fillimisht kam punuar të Gazeta Fakti nga 98-a, domethënë edhe ajo ka qenë një gazeta, në përgjithësi ishte një shkollë e gazetarisë dhe në veçanti të asaj sportive. Ata gazetarë të cilët ishim atëherë në Gazetën Fakti nuk lejoshin që të ikë asnjë ngjarje, qoftë edhe lokale apo në nivel republikan. Domethënë, për atë unë mund të lavdrohem për veten time se për çdo vit bëja jo më pak se 1000 kronika, 1000 shkrime. Që do thotë se 3 shkrime për çdo ditë, 3-4 shkrime për çdo ditë. Intervista edhe gjëra tjera. Domethënë, kjo bëhej krejt me përkushtim, jo se dikush duhet të trëmben të shkojsh atje ose atje. Po duhet nga vullneti jot që të shkojsh për të ndjekur, pasi vetëm në atë mënyrë mund të arrish atë që dëshiron. Të bëhesh i famshëm, të bëhesh njeri i cili do të respektohet edhe. Megjithatë, cili le të themi ka qenë një moment i paharrueshëm gjatë gjithë karrierës tuaj në gazetarinë sportive? Ka pasur ose ndonjë ngjarje, qoftë e bukur? Gjatë kohës, gjatë veprimtarisë të çdo pune, ashtu edhe në gazetarinë sportive ka gjëra që dëshiron t'i mbajsh mend tanë jetën, ka gjëra që nuk dëshiron t'i mbajsh mend. Pasi ka ndodhi të ndryshme. Unë jam i kënaqur se kam pasur rastin që të raportoj nga mbi 30 vende evropiane dhe aziatike. Dhe mendoj se kjo është një arritur mjaft e madhe. Të gjitha këto gjëra janë të dokumentuara. Kam pasur rastin të intervistoj njerëz me famë botërore në lëmin e sportit, të bashkëpunoj me gazetarë të shumt nga rajoni dhe më gjerë. Domethënë, këto janë momente të cilat nuk harrohen kur. Kam pasur fatin që të takohem me numër, me qindra sportist nga rajoni
me qindra sportistë të cilët kemi pasur mundësi vetëm t'i shohim ose t'i ndigjojmë nëpërmjet të mediumeve, nëpërmjet të televizorit, mirë po unë kam pasur rast që të takohem dhe disat prej tyre edhe t'i intervistoj dhe tani të kem raporte mjaft të mira me ata sportistë. Nga i gjithë rajoni flas, nuk flas vetëm këtu nga Maqedonia e Veriut, nga Shqipëria, nga Kosova, por nga i gjithë rajoni. Në veçanti, kam pasur rasti që të takohem me emra, me yje të sportit, nga vendi, nga Shqipëria, nga Kosova, nga Malizi dhe Gjetiu. Por sa keni bashkëpunime për shembull me Kosovën, me Shqipërinë, me gazetarët sportiv atje? Personalisht do flas se kam një bashkëpunim të shkëlqyeshëm me shoqatën e gazetarëve të sportit të Kosovës, ku jam edhe antar nderi i asaj shoqatës. Kjo është një arritur mjaft e madhe për mua, pasi kam marrë titullin antar nderi i shoqatës e gazetarëve të sportit të Kosovës. Kam marrë mirënjohjen më të lartë nga shoqata e gazetarëve të Shqipërisë, në fakt gazetarëve shqiptar. E dini me siguri vitin e kaluar, mirënjohja ose nderi Ismet Bellova, që i ndahet shoqata e gazetarëve shqiptar me qendër në Tiranë. Domethënë kam pasur raste. Domethënë këto janë momente të cilat vërtet nuk harrohen, edhe është nder që çdo koleg të fiton këto çmime, pasi megjithatë kanë vlerën e tyre. Sigurisht. Po sa ka bashkëpunim në mes të komunitetit të gazetarëve sportiv në vendin tonë? Pra sa në vendin tonë bashkëpunoni mes vetit? Sa janë të organizuar komuniteti i gazetarëve të sportit në Maqedoninë e Veriut. Shif, këtu në Maqedoninë e Veriut ka një shoqat të gazetarëve sportiv. Mirë po, puna e tyre nuk është në atë nivelin se sa duhet. Shkaqet janë edhe objektive, por edhe subjektive. Pasi ka dy shoqata sportive. Njeni ka bërë shoqat sportive individuale që ka arritur të regjistroj edhe në shoqatën ndërkombëtare të gazetarëve sportiv, emrin mos qasno, edhe ke shoqatën që është pjesë e shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë së Veriut. Mirë po, nuk është ai organizimi nuk është në atë nivelin e duhur. Pse? Nuk e di. Shpesh edhe atyre ua kam bërë këtë pyetje, çka po ndodh? Cilët janë aktivitetet që merren? Pa bëjmë aktivitete, çfarë aktivitetesh? Nëse një gazetar ka punuar 20, 30 ose më tepër vjet, domethënë thirret një herë, së paku një falënderim ti thuhet. Këtu nuk ka ndodhur, nuk e di. Jepen do mirënjohje njerëzve të cilët nuk e din për çfarë. Domethënë nuk është në atë nivelin. Sa i përket gazetarëve shqiptar këtu në Maqedoninë e Veriut, jemi një numër i vogël, 10-12 jemi krejt. Kemi një bashkëpunim, do të thoja të mirë po organizimi nuk është në atë nivelin. Pat një iniciativë që të themelohet një shoqat të gazetarëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut, mirë po ajo ishte vetëm tentim se duhet ta bëjmë. Nëse nisën një iniciativë, o dilin deri në fund, ose lene mos e fillo. E filluan, pastaj ka probleme, s'ka probleme. Problemi vetëm është angazhimi. Askush nuk do të përkrahë nëse e len një punë përgjithshëm. Edhe kjo është e tillë. Pastaj gazetarët tani më tepër merren me TikTok-a, me ashtu jo në për vendet të ngjarjeve. Ju me siguri keni ndëgjuar se në kohën e fundit në për ngjarjet sportive është numri shumë i vogël i gazetarëve të cilët i ndjekin ato ndodhi që janë. Në përndeshjet e futbollit, në përndeshjet e volejbollit, basketbollit, handbollit, karates, atletikës, futbolli edhe ashtu, për arsye të shumta ndiqet më tepër. Mirë, po këto sportet si i quajnë, sportet më të vogla shumë pak ndiqen. Dhe është për keqardhje që shpallet një ekip kampion në atletik, askush nuk e din.
Do me thënë, kjo është mos interesimi i komunitetit të gazetarëve sportiv. Kjo më tepër po ndodh këtu në vendin tonë, në Maqedoninë e Veriut, ndërsa në Shqipëri dhe Kosovë po ndiqen më tepër. Është numri më i madh i gazetarëve të sportit, të gjitha mediumet, sidomos ato elektronike, kanë redaksi të posaçme me numër të konsiderueshëm të gazetarëve, ndërsa këtu tek na çdo redaksi e sportit ka një, eventualisht di, post televizionit të Maqedonisë që ka 4 apo 5 gazetarë të sportit dhe janë në gjendje që të organizojnë edhe emisione dhe duhet dhe të ndjekin, se sa i ndjekin ajo është çështje tjetër. Do me thënë, ata kanë mundësi më tepër, pasi kanë numër më të madh të gazetarëve. Megjithatë, punën tuaj gazetareske të gazetarisë sportive e keni dokumentuar edhe në libra. Keni botuar disa libra që kanë të bëjnë me gazetarinë sportive dhe veprimtarinë tuaj në një farë forme. Ariana, çdo punë që bëhet duhet të dokumentohet. Për 30 vite veprimtari në gazetarinë sportive, do me thënë, mund të lavdrohem se të gjitha dokumentacionin e kam të grumbulluar. Fotografi, shkrime, incizime, e kështu me radhë. Disa për ato kam arritur që t'i publikoj nëpërmjet të librave, deri më tani kam të publikuara 9 vepra sportive. E para është sporti shqiptar ndër vite, nga 2008 e këndej, pastaj kemi librin për 30 vjetorin e klubit të futbollit Shkëndia, që është një simbol i futbollit shqiptar në Maqedoninë e Veriut dhe jo vetëm. Këtë nuk e thot vetëm Shabani, por e thonë të gjithë njohësit e mirë të futbollit në rajon, pra në rrafshin mbar shqiptar. Shkëndia ishte, është dhe mbetet si simbol i futbollit të shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut dhe jo vetëm. Këtë ka deklaruar edhe trajneri i njohur nga Shqipëria, Ilir Daja, pas ndeshjes së djeshme që u zhvillua mes Shkëndijës dhe Dinamo Cityt nga Tirana. Me thënë, Shkëndia është simbol jo vetëm i shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, por i të gjithë shqiptarëve. Do më thënë, kjo do të thotë që unë kam pas rastin që pjesën më të madhe të punës sime, edhe në libra, edhe në kronikat të ndryshme, pjesën më të madhe ja kam kushtuar klubit të futbollit Shkëndia. Jam munduar që të arri edhe të gjitha ngjarjet që kanë ndodhur te volejbolli, te atletika, te skijimi, te karateja, edhe sportet tjera. Por këto Shkëndia është numër 1. Për Shkëndijën kam botuar edhe libër, 30 vite, ose Shkëndia është një dhe mbi të gjitha, titulli i librit. Kam botuar libër për turneun mbarkombëtar i futbollit për fëmijë, 15 vite fest futbolli. Bëhet fjalë për turneun mbarkombëtar të futbollit për fëmijë që ka filluar në vitin 2003 me iniciativë të madhit Naim Kërçukut, i cili atë kohë ishte drejtor i qendrës kulturore të fëmijëve të Durrësit, dhe atë kohë u formuan koordinator, u zgjodhen koordinator për qytetin e Tetovës, Durrësit, Pejës, Ulqinit dhe Bujanocit. Do të thënë 5 koordinator. Tani më 20 vite para disa ditëve u mbajt edhe edicioni jubilar i 20 me radhë në Tërnoc të Bujanocit. Pra, dhe mund edhe atë të them se jam i vetmi i cili kam ndjekur të gjitha edicionet, nga fillimi deri në edicionin e 20. Së bashku me koordinatorin për Tetovën, Muzafer Livorekën. Me thënë, kjo është një punë me përkushtim që bëhet, nuk bëhet pa përkushtim. Do me thënë, çdo ngjarje që ka ndodhur, do me thënë, kemi të dokumentuar dhe për këtë mund të jem krenar për veten time dhe për ata të cilët më përkrahin gjatë punës time. Cila do të ishte këshilla juaj ose porosia juaj për të gjitha ata të ri apo gazetarë të ri që duan të merren me gazetarinë sportive? Shifa, këshilla është shumë e thjeshtë. Ose përkushtimi.
Nuk mund të bësh gazetari mirë nëse e marrësh telefonin edhe copy-paste bësh disa lajme edhe e nxjerrësh në portal edhe ti je i njohur. Jo, nuk do arrish me siguri. Të udhtojsh në shumë vende të botës edhe të shohësh si punojnë ata, duhet parapërsisht të mësojsh nga çdo njeri nga një shkronjë. Edhe me siguri do të arrish sukses. Për këto punë, do me thanë, duhet edhe unë fatmirësisht jam nderuar me shumë mirënjohje nga klubet të ndryshme, nga shoqata të ndryshme, nga federata sportive në Maqedoninë e Veriut. Ndoshta njëherë kam përmendur, në vitin 2005 jam gazetari i parë shqiptar i cili jam nominuar si gazetari i vitit nga Federata e Futbollit të Maqedonisë së Veriut. Flas për vitin 2005. Para plot 20 viteve. Dikush e ka pas ëndër që ta shofe atë vend ku është, por thash që jam nominuar edhe gazetar mbarkombëtar i sportit vitin e kaluar nga shoqata e gazetarëve shqiptar me Selina Tiranë. Kam marrë disa mirënjohje nga shoqata e gazetarëve të sportit të Kosovës, nga klubet e ndryshme këtu në Maqedoninë e Veriut dhe jo vetëm, nga federatat sportive, e përmenda federatën e futbollit, por jam nominuar edhe nga federata e karates, federata e atletikës, edhe disa federata tjera. Do me thënë janë këto, mos e ta teproj, por kam mbi 100 mirënjohje, dekorata nga institucionet sportive këtu në vendin tonë dhe në rajon. Në vitin 2012 jam shpallur edhe gazetari i vitit në komunën e Tetovës. Edhe vitin e kaluar, edhe këtë vit, siç e dini edhe ju, përsëri u nderova me mirënjohje për punën. Do me thënë, këto janë dikush ka vlerësuar punën, jo vetëm time, por aty vlerësohet edhe puna e mediumit ku punoj. Një kohë të gjatë kam punuar në televizionin Art, në televizionin Klan, tani edhe në televizionin Koha, flas për televizionet, në gazetën Fakti, kam pasur portalin Yll Press, që ishte me të vërtetë si zëdhënëse i të gjitha aktiviteteve sportive të shqiptarët, normalisht këtu në Maqedoninë e Veriut. Kjo gjë është arritur krejt me përkushtim. Prandaj, çdo kund ku po shkoj i kam dyert të hapura dhe me krenari mund të lavdërom për disa gjëra që i kam arritur. Tani vazhdojmë të punojmë aq sa mundemi, por nuk lejojmë që të na ikin disa ngjarje që janë të rëndësi. Në rajonin, këtu në Epollogut, por edhe më gjatë. Ne u përgëzojmë për punën tuaj të deri tanishme, duke ju uruar shëndet edhe energji edhe më shumë për të punuar për sportin në vendin tonë, me aktivitete të shumta, dhe ju mirpresim sërish në emisione për të debatuar dhe për të folur për aktivitete tjera. Patjetër, unë ju falenderoj, por edhe njerë shfrytëzoj rastin që në emër tim personal dhe në emër e televizionit Koha, të gjithë gazetarëve sportiv të uroj ditën botërore të gazetarëve sportiv. Pra, pasi këtë vit, nuk e di ju nuk e ceket, por të ta cek ju se nuk është 100 vjetori, por është 101 vjetori i themelimit të shoqatës e gazetarëve sportiv. Pra, nga viti 1924 ka filluar organizimi i gazetarëve sportiv për të ndjekur aktivitetet sportive, pa marrë parasysh se ku ndodhin, në për lojrat olimpike, kampionatet botërore, kampionatet evropiane, kampionatet mediterane, kampionatet vendore, e kështu me radhë. Pra, ato janë aktivitetet që ndodhin në sport. Pra, edhe njëherë, urime të gjithë kolegëve të mi ditën botërore të gazetarëve sportiv. Dhe Shabani, faleminderit shumë që ishi pjesë e emisionit tonë. Faleminderit edhe ju, Ariana. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa e parë me personalitetin e ditës. Ju vazhdoni që qëndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi vetëm pas pak në pjesën tjetër.